A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun azza wa jalla falenderojmë, përshëndetje për zemrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja dërgojmë dhe sesilet musliman që ecë pas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë me temën e radhës nga libri Mboroja e muslimanit. Kemi arritë te tema 129, kërkimi i faljes, istikfari dhe pendimi. Në këtë temë pra autori flet për dy çështje që janë shumë të rëndësishme në jetën e besimtarit. Kërkim falja, ose që është e njohur në gjuhën arabe ose edhe në fjalët shariatike, el istighfar, edhe pendimi e taubetu. Kanë thonë dietarët, el istighfar, të bëhon kërkim falja që i themi na, dhe e taubetu, pendimi, kur janë zbashku me një vend, kur përmenden zbashku me një vend, në ajete ose në hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e kanë sicila kuptimin vetë. Sicila ka një kuptim më special. Kur përmenden vetë, atëherë edhe taube e përmban kuptimin e istighfarit, edhe istighfari e përmban kuptimin e taubes. Nëse përmenden vetë, nëse përmenden dikon istighfari, aty hyn edhe taubeja. Nëse përmenden dikon taube, aty hyn edhe istighfari. Cila është definicioni i istighfarit, kanë thonë dietarët, mahwu dhanbi wa izalatu atharihi wa waqayatu sharrihi. Çka është istighfari? Nëse të vetë kush ka istighfar do të thonë me të fshi gjunohi, mu largu gjurmët e tij, me të fshi Zoti gjurmët e tij, edhe me të ruajt prej sherrit që atij gjunohit. Çka është istighfari? Kur thu astaghfirullah, kërkoj falje te Allahu, do të thonë me të fshi Zoti çat gjuna, mos me të llogarit, me t'i fshi edhe gjurmët që t'i gjënohet. Do të thonë mos me tu paraqit në jetën tonë dhe prap pjesë që t'i gjënohet që e ke bo, me trujt Zoti, mos me tu lidh diçka me çat gjëna që e ke bo, edhe e treta, edhe me të rujt për të këqijave që ka mos i me arë për ati gjënohet. Çka është istighfari? Për këtë arsye Ibn Kaimi rahimullah thot, istighfari lidhet me atë që ka kalu. Zakonisht istighfari lidhet me gabimet që kanë kalu. Kurse taube është me u kthy prej mëkatit në punë të mira, sipërfaqësisht me pjesën tonë të jashtme dhe pjesën tonë të brendshme. Dhe ka mundësi mu lidh edhe me mëkatin që është tash, edhe mëkatin që ka mundësi marrë ma vonë. Unë që ka kalu, edhe që ka kalu, po edhe me mëkatin që është tash, edhe me mëkatin që ka mundësi marrë ma vonë. Domethënë, mi thonë o Zot, unë e kërkoj, unë e pendohem te ti nga çdo mëkat që e baj në të ardhmen, ose nga çdo vezvese që ma çon shejtani për ndaj mendim të keq, ose nga çdo sjellje e keqe, nga çdo përgojimi, çdo vepër e keqe mundesh mu pendu edhe më hartë, para se vendodh. Kurse istighfari është zakonisht vjen mos i ndodh gjënohi. Thonë dietarët, Allahu azza wa jalla ka përmend në Kur'an, një herë ka përmend istighfarin, pastaj ka përmend tauben. Pse? Për shkak ka bëu çet rënditje me një qëllim caktuar. Ka thonë se istighfari është sikur që ti pelen një rrugë të gabume. Kurse taubeja është kur ta gjojsh rrugën e kërkume. Rrugën e qëllume. Për këtë arsye kanë thonë dietarët, ai istighfari dhe taubeja i ngjan një personit i cili u nis me një rrugë gabume. Me një rrugë e cila e çon në humbje, në lajthitje. Çfarë do më bëj për më largu prej kësaj rrugës? Në rend të parë duhet me lën rrugën e gabume. Dhe në rend dytë mu drejtu rrugës të kërkuar, që kërkohet prej tij. Në rend parë lën rrugën e gabume, tani henes drejtohet ka rruga e drejtë. Që kjo është dallimi ose pozita e istighfarit dhe taubës. Njeri bën istighfar për milion mëkate që ai ka bu. Dhe pastaj bën taube për mu drejtu në rrugën që Zoti e don. Istighfari domthon ka ardhur në hadithe të shumta që ka përmend këtu pejgamberi sa unë do t'i sqaroj inshallah. Domthon se cilën hadith asa është e nevojshme. Istighfari
bëhet për veprat ndryshme që i bajnë robërit nga punë të këqija, për çdo vepër. Dhe secili prej robërve ka mëkate ndryshme që ka nevojë me bëj istighfar. Për këtë arsye, kjo është edhe komentimi që pejgamberi sa më mëson përmes të haditheve që me bëj istighfar sa më shumë. Për arsye të nevojës që ka robi për istighfar, me kërku falje te Allahu azza wa jall. Madje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, Allahu azza wa jall thot në Kur'an, وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Allahu nuk do t'i dënoj ata njerëz përderisa ti o pejgamberi je në mesin e tyre, përderisa ti je me ta, ose përderisa suneti jot është me ta. Dhe Allahu nuk do t'i dënoj përderisa ata bëjnë istighfar. E dietar thonë një prej dobive të istighfarit është garancia që Zoti nuk e dënon atë popull që bën istighfar. Për këtë arsye ka ardhur dikush te Hasan al-Basriu rahimahullah me pyet për istighfarin. Ka një person i ka thonë imam, ka sprovu Zoti me varfëri, çka më bëj? Ka thonë bani istighfar. Ka një tjetër ka thonë Zot, o imam, më ka sprovu Zoti bashkë që e kom pas më ka prish. E ka rrok një derë që thonë të na dhe çka më bëj? Ka thonë bani istighfar. Ka një person tjetër i ka thonë o imam, Allahu në kum lut shumë, po nuk më ka fal fëmijë, halo. Çka më bëj? Ka thonë bani istighfar. Pastaj kur vin këto lloje ndryshme të njerëzve, e pyesin nxënësat e vet Hasan al-Basriun rahimahullah, të tret erdhën ose të katërt erdhën me forma ndryshme të problemeve, ti të krevi ju tha me bëj istighfar. Hasan al-Basriun thot po, thot se Allahu thot wastaghfiru rabbakum wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فقلت استغفروا ربكم آيتي في Lemashit فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Domthon Nuhi alayhis salam çka thot? I kum thon popullit tan. O popullim, bani istighfar te Zoti juaj. Për arsye se ai është ai që e fal mëkatin, e fal gjunohin. Yursilu as-samaa alaykum midrara. Nëse bani istighfar, javçon shiun pe qiellit në mënyrë të vazhdueshme. Kjo është për shkak bereqetit. O ju mditkum bi amwal, dhe ju sjell pasuri. Kjo është te varfria. O ju mditkum bi amwalin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dhe ju sjell juve domthon pasuri në jetën e juve, në begati, në punën që ka e bani, dhe ju bën juve ujë të mjaftueshëm, dobishëm dhe të mjaftueshëm për nevojat e juaja. Për këtë arsye secili prej këtyre personave që ka ardhur Hasan al-Basriu e ka gjetë përgjigjen e tij në istighfar. Për këtë arsye dietar thonë nuk zbret një sprov vetëm se për shkak mëkatit. Edhe nuk largohet sprova vetëm se përmes istighfarit. Përmes istighfarit. Saqë thuhet për Omerin radhiyallahu anhu se një herë toja e kputucës vet ju ka kput, i ka hup, ose ju ka hup ose ju ka kput. Edhe ka thonë la hawla wala quwwata illa billah. Ka thonë sikur që i ka ndodhur diçka e madhe, edhe ata ka thonë edhe për këtë. Ka thonë po, ka thonë se çka fatkeqësi që ndodhi, edhe kjo ka thonë është fatkeqësi. Dhe kjo fatkeqësi që ndodhi ka ndodhur për shkak veprave të mia. Edhe çka fatkeqësi që do këtë shumë e thjesht, ka ndodhur për shkak veprave të mia. Andaj istighfari është shumë me rëndësi me qenë mënyrë të vazhdueshme me robën, sidomos me robën që e ndjen vetveten e vet që ka mangësi. Dhe për këtë arsye kur është pyet thot Ibn Qayyim rahimahullah, kur na pyet Ibn Taymiyyah rahimahullah, cila është më e mirë për robën, me bëj istighfar apo me bëj tasbih? Me thon subhanallah, alhamdulillah, wala Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Ka thonën e ka bëni krahasëm. Ka thon roba e cila është e pastër ka nevojë për parfum. Vetëm me parfumos, edhe i qet erat mira. Roba e cila është e pest, e fllesht, ka nevojë për sapun. Ka thonën e sapuni është istighfari. Kurse tesbihi është parfumi. Kush e ka rrobën e pastër, atë le ta përdorin tesbihin. Kush e ka rrobën e pest, të fllesht,
atëherë të përdorin sapunin, pastaj do të Ibn Taymija e çysh është gjendja e atij personi që rroba e tij është vazhdimsi e zhytur. Çka gjendja e atij personi që rroba e tij është në vazhdimsi e papastër. Domthonë istighfari është ajo çështja shumë e rëndësishme që e fshin mëkatin e njerit. Për gjërave interesante që ka thonë pejgamberi këtu që ka përdorur pejgamberi në hadith është edhe çështja që istighfari duhet patjetër, nëse bëhet istighfari, duhet më bë me vetdije. A ke pa dikush për njerëzve thotë astaghfirullah, apo nuk e ka idenë ai çka të thonë. Se ka idenë hiç. Kjo nuk i bë dobi. Edhe kjo nuk quhet istighfar. Pse? Për arsye se ai me gojë të thonë diçka që zemra e tij është krejt larg kësaj çka është të fol me gojë. Istighfari duhet më bë me vetdije patjetër. Domthonë në momentin që thuaj astaghfirullah, duhet me e pas vetveten, domthonë në kontroll që me ditë pse i të thonë. Kur thuaj astaghfirullah, në mënyrë vazhdueshme në kokë e ki që jetë të bëj istighfar për shkak gjunoheve tua. Na shte kujton në gjëna të caktuar, ndoshta e kujton në vepër të caktuar, që kjo është më rëndësi. Ajo për shembull tu fol të bëj mohabet astaghfirullah, më nuk e din çka ke thonë. Kjo nuk bën dobi. Për ata dietarët thonë personi i cili e përmend Zotin me gjuhë, kurse zemra e tij është jashtë, domthonë komplet nuk ka lidhje me gjuhën e tij, ky është vetëm duke u lodh. Ose vetëm ju ka bëu tradit me përmend Zotin. Përndryshe nuk ka dobi pe veprës së tij. Wallahu ta'ala a'lam. Allahu e di më së miri. Pra, hadithin e parë që autori pejgamberi sa ka thonë për Allahun, unë i kërkoj falje Allahut dhe kthehem tek ai me pendim më shumë se 70 herë në ditë. Pejgamberi sa në këtë hadith e tregon një prej veprave të tij madhështore të istighfarit. Saqë edhe shokët e pejgamberit sa kur e tregojnë mezhlisin e pejgamberit, ku kanë në pejgamberit sa thonë disa prej transmetimeve thonë ja kemi numëruar istighfarin pejgamberit sa me një mezhlis deri 100 herë. Astaghfirullah. Kjo shprehja unë i kërkoj falje Allahut, astaghfirullah wa atubu ilay, dhe pendohem tek ai, ose është për qëllim ka thonë dietarët, që unë e tham astaghfirullah wa atubu ilay, o Zot, kërkoj falje për ti dhe pendohem tek ti, ose është për qëllim që unë i kërkoj falje Allahut dhe bëj istighfar në forma ndryshme të shprehjeve. S'ka problem çfarë shprehje. Falna o Zot, kërkojmë faljet e ti, na fal gjunohet, ose pendohem te ti, Zot na pranon pendimin e kështu me radhë. Do ka mundësi më kon që kjo opcion, çfarë do forme që e thot ropi, ka mundësi më kon që kjo shprehja që e ka përdor pejgamberi sa këtë hadith, e që kjo është më afër realitetit. Për forma më e mirë e istighfarit edhe toba është me thon astaghfirullah wa atubu ilay. Astaghfirullah wa atubu ilay, me thon çështo që ka përdor pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtu pastaj përmend thot më shumë se 70 herë në ditë. Dietarët e kanë diskutuar duke i bë bashkë këtë hadith me hadithin tjetër që pejgamberi sa që përmendet tash, domthon pak më vonë, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përmendur në disa transmetime 100 herë në ditë. Edhe shokët e tij e kanë përmendur 100 herë në ditë. A është për qëllim numri special? Apo është për qëllim se pejgamberi sa ka dëshmë tregu se ka bëj istighfar shumë? Allahu alem, të dy opsionet i kanë dhënë dietarët, opsioni i dytë është më afër realitetit. Pejgamberi sa nuk i ka një numrat tamam mi numëru se herë ka bëj istighfar. Po ka bëj istighfar shumë. Dhe mas pakti që ka bëj istighfar pejgamberi sa gjatë një dite ka qenë 70 herë. Ose ka pas mundësi me bëj edhe më shumë se 70 herë. 100 herë, afër 100 do të edhe më shumë se 100. Por kjo është për qëllim. Nëse robi bën istighfar sa më shumë, llogaritet pe personave që ka bëj istighfar dhe ka arrit sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka patjetër ai sa që të bëj istighfar me një, so i bona 70 se bona 70. Jo. Kjo nuk është për qëllim. Për qëllim është me shpeshtu istighfarin sa më shumë dhe sa më shumë që bën istighfar inshallah hin në hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj hadithi i dytë thot pejgamberi sa o njerëz bëni tobe tek Allahu sepse unë bëj tobe tek ai 100 herë në ditë. Këtu është hadithi domosdoshmë shton çit pjesën tjetër, është pjesë
tjetër e transmetimit ose hadith tjetër, këtu e përmend vetëm tobën, vetëm pendimin, jo istighfarin. E që ç'është thashun, kur përmendet tobeja me një vend, aty ka përshëndim edhe istighfari së bashku. Pejgamberi sa çet hadith thotë që ka mbo ose bëj tobe te Allahu, kthehem tek ai, pendohem tek ai 100 herë në ditë. Dhe kështu i nxit edhe gjithë robërit e tij. Shiqon e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sa shumë herë ka bër istighfar edhe ka bër tobe në ditë, e dietar thonë kjo shpeshtimi i numrave të një musliman aludon se ai në mënyrë të vazhdueshme është në përkujtim të mëkateve të tij. Pse bën njëri istighfar? Se i shkon mendja diçka në gjëna. Tu në jetën i shkon mendja në gjëna në jetën e tij. Thotë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tu në jetën i shkon mendja diçka me gojë që ka fol pak më herët. Ose shka i ka thonë dikon në një fjalë të keqe. Ato i thotë astaghfirullah, astaghfirullah. E kjo është një pishejave më të mëdha që zemra është e gjallë. Se e kujton mëkatin vazhdimisht. Kur ta kujton njëri mëkatin vazhdimisht, bën istighfar, shpesh. E pejgamberi në këtë aspekt na ka mësuar neve që në mënyrë të vazhdueshme të bëj istighfar. Nëse dëshirojmë të tregojmë se po ne meki na zemrën e gjallë. Kurse pse pejgamberi ka bëj istighfar, kurse na e dim se ai aty Allahu azza wa jall ja ka fal mëkatet, kjo është temë që do ta përmendim në fund të këtyre haditheve inshallah. Pastaj thot pejgamberi sa kush thot astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. I kërkoj falje Allahut të madhërisëm, përveç të cilit nuk ka të adhuruar të vërtetë dhe i cili është i gjallë, i përjetshëm, mbajtësi i gjithë shkaje dhe kthehet me pendim tek ai. Pra atë që e thot kështu, Allahu e fal qoftë edhe nëse ka ikur nga betejë. Kush e thot këtë dua, këtë istighfar, këtë lloj istighfarit së bashku me tobe, kush e thot këtë, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai Allahu do t'ia falë ti personit mëkatet edhe nëse ka ikur nga lufta, nga betejë. Ikja nga betejë është për 7 mëkateve shkatërruese. Ka pejgamberi 7 mëkate më të mëdha, që është shirku, kufri, shpifja ndaj grave besimtare, kamat, në çfarë ditë të kuptojmë kamata. Zinaja, disa 7 mëkate rënd që i ka përdorur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ngrënia pasurisë jetimit, njëra betejë është po tawalli yawm az-zahf. Edhe me ik prej betejës. Domthonë ikja prej betejës konsiderohesh, nëse ik prej betejës konsiderohesh tradhtar. Tradhtar ose domthonë renegat që ke dalë prej rrethit të muslimanëve, andaj edhe konsiderohet prej mëkateve të mëdha. E pejgamberi sa kush e thotë që dua, Allah ja fal mëkatet edhe nëse ka ik prej betejës. Kush e thotë që dua me zemër, tamam ç'është duhet, Allah ja fal mëkatet edhe nëse ka ik prej betejës. Është pak i problematike kjo shprehje e hadithit për arsye se disa prej dietarëve thonë që këto duat që i bën robërit, këto i fshin zakonisht mëkatet, jo mëkatet speciale, mëkatet e mëdha, po fshin mëkate që i bën njëri gjatë ditës, mëkate ndryshme. Kurse ky hadith për përmend që e fshin pe mëkateve më të mëdha që është ikja pe betejës, është njëra pe mëkateve më të mëdha. Kanë thonë dietarët, kjo bashkohet lehtë me hadithe tjera, se mëkatet e mëdha fshihen vetëm me tobe speciale. Me pendim special për çat mëkat. Për shembull, ke bën një mëkateve mëdha, thu hajt se na është i fshin namazi, hajt se na është i fshin, jo. Mëkatin e madh duhet me bë pendim special, me u drejtu ka Zoti, me o Zot, ma fal këtë pendim edhe me lut Zotin forma ndryshme me ta falat atë mëkat. E kanë thonë dietarë që ky hadith pse përfshin edhe mëkatin e madh, për arsye se në këtë hadith përmendet edhe pendimi. Dhe ti kur e thu kështu dhe e kujton mëkatin e madh, duke u penduar te Zoti, duke thonë o Zot, kthehem tek ti, pendohem për këtë vepër, atëherë ke bashku mes duas edhe pendimit. E kush pendohet për një mëkat caktuar, shpresohet te Allahu azza wa jall që ai mëkat do t'i fshihet, ç'është domosdoshmë për shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi tjetër që ka sjell autori thotë: koha kur Zoti është më afër robit është 1/3 e fundit të natës.
Prandaj përpiqu që në këtë orë të jesh prej atyre që i bën dhikr Allahut Azza wa Jall. Këto tregon një prej formave kur njeriu është mirë, kur është e preferuar që njeriu të bëjë dhikr sa më shumë. Allahu Azza wa Jall ka për besimtarët e mirë thotë: "Wa bil asharihum yastaghfirun." Istighfar e përmend. Në syfër ata bëjnë istighfar. Kur syfër? Që ata kur çohen me hungur syfyrin. A do të thonë që çohen ndaj me hungur syfyrin? Jo, syfër çohet që kjo pjesa para sabahit. Do të thonë dikon prapërsisht 1 orë fillon ajo pjesa para sabahit, para sa me hikoha sabahit ose pak më shumë, që kjo është koha e syfyrit. E muslimanët e mirë çohen që të kohë edhe bëjnë istighfar. Për shka? Për shka këtë kohë bëjnë istighfar? Edhe pse kjo kohë është e vlefshme në bazë të hadithit? Kush e din? Sakt. Allahu zbrit qiellin e dunjas, çka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza çdo natë zbret 1/3 e natës në qiellin e dunjas. Tash nëse e dojmë natën 1/3, pe llogaritmi ora 8, bëhet akşam. Edhe sabah bëhet në ora kur delagimi 5 pra forse agimi 5 e diçka çti pare 5. Atje 5 orë, edhe këtu 4 9 orë. Shumë mirë ku ka për me do. Por me do tash 1/3 e natës i bjen 3 herë don. Të mohon i bjen ka sa i bjen? 33 6 këton i bjen ka ora 2 pravorësisht. Mas 2-ve fillon 1/3 e natës. Sa më shumë që afrohet ka sabaj, çaq më shumë ka? Çaq më shumë ka vlerë. Ose ka thonë dietarët, nëse don me do natën 1/3 e natës ndryshe e don, qysh e don natën 6 pjesë. Sa orë kanë me pe perëndimi diellit deri në agim. E don 6 pjesë edhe pjesa e 5 e natës është 1/3 e natës. Pjesa e 5. Veç e don orët, sa janë, i don 6 pjesë. Për shembull, 8 orë, nëse i don ka 6 pjesë i bën 2 orë, apo 8 orë jo, do të më thonë 10 orë. Jo, do të më thonë 12 faktikisht. Po më thonë më lehtë se tash më marr na me nëse është 12 orë, për shembull, kur ta dojsh ka 6 pjesë i bën në orën e ja, 12 është e 6-ta. Pe 8-ve. Pe 8-ve. Se në orën e 5, në orën e 5 fillon 1/3 e natës, po edhe 1/3 është lehtë me do. 1/3, momentin që fillon 1/3, çatëherë don, edhe çatëherë fillon 1/3 e natës, ku është koha më e mirë e lutjes, e istighfarit, e dhikrit, e pendimit. Kjo është koha më e mirë. 1/3 e natës për arsye se çka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, zbret Allahu azza wa jall në qiellin e dunjas dhe thot a ka ndokush që kërkon falje që unë t'ja fali, a ka ndokush që pendohet që unë t'ja pranoj pendimin, është një prej rasteve speciale, ofertave speciale që Allahu i bën për robërit e tij. Hadithi i parafundit thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, robi është më afër me Zotin e tij kur është në sejdë. Prandaj bëni sa më shumë lutje kur jeni në këtë gjendje. Allahu pejgamberi sa këtë hadith tregon një afërsi të Allahut me robën. Kjo është afërsi speciale. Afërsia e Zotit me robën është në forma të shumta, mënyra ndryshme. Një prej mënyrave që Zoti është afër robit është kur ai është në sejdë, kur bën sejdë namaz. Ka thonë dietar pse bashkë në çet pozitë robi, domthon Zoti është më afër robit, kanë thonë e kanë prunë një rregull. Këtë rregull merren gjatë gjithë jetës, jo vetëm kur ti je në sejdë, po gjatë gjithë jetës. Ka thonë sa më shumë që njeri largohet prej vetvetes, çaq më shumë afrohet te Zoti. Sa më shumë që afrohet me vetveten e tij, çaq më shumë largohet prej Zotit. E kur ti njeri në sejdë, është forma më e madhe për me kallëzu në nshtrimin e tij ndaj Zotit. Nuk ka pamje, nuk ka lëvizje, nuk ka mënyrë më të fortë, më të mirë, më drejt për drejt me kallëzu në nshtrimin ndaj Zotit se sa në sejdë. Kur ta kish kryer sejdë. Pse se njeri zakonisht kryet don me lon për pjet. Mu duk me kallëzu një far pozitë të vetën. E kur e çet ti kryet ton duk. Mas poshtë, mu ku s'ka ku me shku. Edhe në rukuash, po në rukua prapë ki një far pozitë. Kurse në sejdë e ke qit kryet në tokë për Allahun azza wa jall. Andaj edhe në çet mënyrë ti
je largu sa më shumë për vetës tënde. Je nënshtru sa më shumë, ke zbrit pozitën tënde deri në fund si rob, dhe për këtë arsye ke arrit edhe afërsinë e Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye dietar thonë, thot Ibn Qayyim rahimahullah, afërsia e robit ndaj Zotit është në dy forma. Afërsia e robit ndaj Zotit është dy forma. Është afërsia që bëhet përmes lutjeve të tij, domthonë përmes lutjeve që lut robi, dhe kjo afërsi prej Allahut shpërblehet me përgjigje të lutjes. Kështu thot Allahu në Kur'an: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Nëse të pyesin ty robërit për mua, un jam afër. Kjo është afërsia. Çka bën nëse Zoti është afër? Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. I përgjigjem atij që më lut. Dhe kjo është afërsia e lutjes, e atij që e lut. Kush e lut Allahun Azza wa Jalla, ta di se Zoti është afër tij. Me çka? Me përgjigjen ndaj lutjes së tij. I përgjigjet lutjes së tij. Dhe afërsia e adhuruesit të Allahut, i cili drejtohet atij me adhurim, e që Zoti atij i përgjigjet me shpërblim. Atij që e lut i përgjigjet me përgjigje duas. Atij që i afrohet Zotit me adhurim, atij i përgjigjet me shpërblim. E shpërblen, ja shpërblime shumë dhe ja shumëfishon veprat e mira dhe ja shton peshojën e veprave të mira kur dalin para Allahut Azza wa Jall. Pjesën e dytë, afërsia e robit me Zotin me adhurim, nuk ka mundësi me arrit dikon tjetër më shumë se në sejdë. Për këtë arsye pejgamberi sa më ka nxitë që me bo sa më shumë muslimanët sejdë. Ka thonë dietar, kjo përfshin me nejt sa më shumë sejdë dhe përfshin edhe pjesën e dytë me bo sa më shpesh sejdë, domthonë me bo rekate sa më shumë namaz që me qenë sa më shumë sejdë. Hadithi i fundit thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ndonjëherë zemra ime mund të humb vetdijen nga dhikri i Allahut. E për këtë arsye unë i kërkoj falje Allahut çdo ditë 100 herë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me gjithë këtë dhikr kallzon për zemrën e tij që nganjëherë humb, domthonë atë vetdijen e plot ndaj Allahut. Nganjëherë harron, nganjëherë del prej asaj jetës që ka jetuar pejgamberi sa me dhikr. Subhanallah. Kjo është e çuditshme. Edhe pejgamberi sa mi ka pas gjitha mëkatet e falura. Dhe pejgamberi sa për shkak ka bëj istikfar pastaj 70 herë 100 herë, vetëm për çdo momente që nuk ka qenë në vetdije të plot me dhikr, me përkujtim ndaj Allahut. Kjo shumë e rëndë. Dietar thonë, thot Imam Nevawi rahimahullah, thot që kjo koha kur pejgamberi sa ka bëj istikfar për ta, ka qenë momente të caktuara që pejgamberi sa u angazhoi me diçka tjetër. Ose thot ka qenë momente të caktuara që pejgamberi sa u angazhoi me ndonjë prej shokëve të tij, me ndonjë prej çështjeve që ka ardhur edhe ka preokupuar, domthonë në familje, të shokët, në një rast caktuar, megjithatë edhe po çdo momente që kanë qenë pjesë inserte të shkurtë të ditës së tij, ka bëu pastaj istikfar 70 deri në 100 herë ditje. Kurse njerëzit mas pejgamberit normalisht se kanë dallim të madh, po megjithatë harresa jon, mosvetdia jon ndaj Allahut Azza wa Jall, ndaj përjetimit në afërsinë e Zotit, në shikimin e tij, në dëgjimin e tij, në kontrollimin e tij ndaj neve është shumë e madhe. Nganjëherë njeri harron, domthonë çish na ndodh edhe neve shpesh harron edhe namazin me fal. E që i bjen që kohë e gjatë, si ka shku me një as me përkujtu Zotin, as me ju kujtu diçka në lidhje me çështjet që e ndërlidhen me ahiret. E normalisht që ka nevojë shumë më shumë me bo istikfar. Për këtë arsye dietar thonë që pejgamberi sa çet istikfar që e ka bo, nuk e ka bo pe gjinohet. Kjo është komentimi më i saktë i çetën e haditheve. Se ka disa dietar tjerë që thonë pejgamberi sa e ka bo këtë istikfar se i ka bo ndoshta ndonjëherë disa mëkate të vogla. Për arsye se te pejgambert nuk lejohet me bo mëkate të mëdha. Allah i ka ruajtur pejgamberin për mëkateve të mëdha, kurse për mëkateve të vogla ka mundësi me ndodhte dikush pejgamberve. Edhe këta e ka bëu Zoti si arsye që ata pastaj mu kthy me istikfar hala më shumë te Allah. Po disa dietar tjerë në aspektin e edukatës me pejgamber thonë, jo. Nuk themi që pejgambert kanë bëu mëkate të vogla, po themi që pejgambert e kanë bëu një punë të mirë duke e lënë një punë më të mirë. Ka mujt me ndodhë që kjo në herë.
Ka mujt me ndodh mos me bëni punë të mirë, mos e bëni punë shumë të mirë duke u angazhuar në një punë të mirë. Çish u angazhua pejgamberi sa me atë personin që kanë ardhur paria, pejgamberi sa kon të i bë davet, kur ka ardhur Abdullah ibn Umi Mektumi, që ka qenë i verbër, pejgamberi sa me ka anashkalu. Se ky musliman, ky ka vaktina kur mëse jam tu angazhuar me këta. Këtë rast pejgamberi sa nuk ka bë gabim, nuk ka bë keq. Ka bë mirë, po e kalon diçka që është më e vlefshme, më e mirë. Edhe për këtë arsye Allahu azza wa jalla e kritikon në surën Abasa wa Tawalla. Në gjithë rast të ndjetar çështu është edhe komentimi që përmes tij na e kuptojmë istikfarin e shumë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që i ka bërë disa punë të mira që ka pas mundësi mi bërë disa edhe më të mira. Ose thonë dietarët pejgamberi sa ka bërë istikfar çaq shumë për arsye që e cekon pak më herët në hadith. Domethënë diçka që i ka mungu atij pe veprave të mira e ka llogarit që është gjuna, ose që është te i kalim. Dhe për këtë arsye ka bërë istikfar shumë. Dhe kjo është në secili pe njerëzve vëllazni. Kushdo që është i përpikt, ndesh në dynjë, ndesh në ahiret. Ndesh punë dynjë, ndesh punë të ahiretit, nëse pak i ik prej sistemit vet, i doko që komedi çau bu. Kiameti u bu. Sa është i përpikt, i rrin seneve gati. Edhe në dynjë gjoni njerëz kështu. Nëse i rrin seneve gati, nëse diçka mi ik prej projektit ti ditor, prej sistemit ti thot sot sham ka ndodhur. A është një person tjetër shok i vet, që të farë dështimi se kish pas me sy, se kish bëu përshtypje hiç. Çështu është edhe në ahiret, çështja e ahiretit. Nëse dikush rrin gati punëve të ahiretit, diçka më bëmi ik, i do që shumë. Kur sa që nuk i rrin gati, i kalojnë ka syt, lloj shkelje, lloj probleme edhe nuk kisha hiç. Ndoshta edhe nuk i vren fare. Përmendën disa libra, domthonë një rregull e cila nuk është e saktë, po vetëm që ndërlidhet me temën tonë, kanë thonë disa pej muslimanëve të hershëm, kanë thonë ato ibadetet e vogla, adhurimet e vogla të njerëzve të mëdhaj, janë sikur gjënohet për mëkatartë. Sa i skënoqet me punë të vogla, e veç me punë të mëdha. Veç me adhurimet mëdha. Nëse u quaj një herë gjatë jetës tij ka ndodhur s'un ka fal namaz natës, kjo s'ka bëu gjëna kurrë. Thot sipas standardit tij në llogaritë gjëna. Pse? Se e ka standardin shumë të lartë. Edhe lidhjen e tij me Allahun e ka shumë speciale. Për këtë arsye edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kjo është edhe sharrimi nëse ju pyet dikush, çysh pejgamberi sa ka kërkuar sa shumë falje te Allahu, kurse Allahu i ka kallëzuar atina që ty ti ka fal Allahu gjitha mëkatet. Edhe ato që i ke bë më herët, ato që ka mundësi mi bë më vonë gjitha i kitë falura, pra sharrimi është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk është kënaq me çfarë dolçimi që atij u ka dukë që dolçim edhe nëse nuk ka qenë gjuna, edhe nëse nuk ka qenë mëkat, por nëse ndonjëherë nuk ka qenë në pozitën e vet të adhurimit, ai më një herë ka llogarit si mangësi dhe për këtë arsye ka bërë edhe istikfar te Allahu azza wa jalla. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.